A ka, më falë, doktor Alen, është rrit, edhe është shumë shqetësuese sa është rrit numri të rinjeve që vdesin nga këto atake. A ka simptome që të rinjet i neglizhojnë, se tha që një orë ma herët. A ka dhe shenja paraprake që mund t'i njohim pak, një ndryshim? Është fakt që kemi një rritje të numrit të vdekjeve të papritura tek të rinjët. Për arsye të ndryshme. Shkaktarët e vdekjeve të papritura janë multifaktoriale, dhe më shumë faktorë mund të shkaktojnë vdekje të papritur. Por kur flasim të moshat e reja, këtu prind një grupi smundjeve, që na i quajmë smundje gjenetike apo të trashëguara, të cilët mund të shkaktojnë, apo këta njerëz lindin me smundje primare, domethënë gjenetike, të muskulit të zemrës, është një smundje që quhet kardiomiopatia hipertrofike, u kemi një trashje të murit